Çka me bo, thot, burri ka mendimet këqija kundër meje, s'më beson. Çka mundem me bo, faleminderit. Allahu ta letoft sepse të kesh paragjykime për bashortën apo bashortja për burrin e saj, thjesht paragjykime, mendimet kota që janë prej shejtanit, na themi kjo është sprovë. Bashortët duhet me pas mendim të mirë për njëri tjetrin. Asesi nuk lejohet që me dyshu të njëri tjetri. Asesi. As të tjerët që dojnë me ushtim fitne mes jush, nuk duhet me indëgju sepse ata janë shejtan. Në rastin tënd, na themi që ti mos me bë asnjë veprim që është në kundërshtim me fen, me Zotin, edhe me rregullat e moralit. Mos me shku në amoralitet. Mos me shku në zina. Mos me fol me stakfirullah me djemt huj. Tash, ai mos me pas ku më rok, ku më kapte ti. E nësa i vetëm thjesht se ka fillu psiqikisht me lujt, edhe të gjun, shpifje, ti s'ki qa mi ba, se ti si e polis me ja bloku trunin, ose me ja lidh durt ati që mos me nda kështu, ose mos fal ashtu. E rëndësish për ti mu kone pastër. Kur ta mrin që të pikën, që ti je në ndërgjegjen tonë e pastër para Zotit, edhe nuk tanin edhe këtë dojmaj me fol kundër te, ti je pastër. Atër kalojmë të opcioni tjetër, që ti sa ma pak mi dhon ati arsye, mundësi për me dyshuaj. Tjetra pasaj me bodua, që Allahu Zogjel me përmirësu gjendjen e ti mentale, sepse kjo është një lloj smundje psikologjike. E në fund, Zotit një moft. Allahu ta letoft.